Dhurata më e madhe që Allahu ja ka dërguar në mesin e juve një pejgamber, i cili ja mëson ajetet e Kur'anit dhe ja mëson sunetin e pejgamberit Allahut. Ai ja mëson atë që nuk keni pas mundësi ju me ditë asnjëherë në jetën tuaj, dhe ai atë që ju pastron. Pejgamberi Allahut, edhe pse keni qenë të humbur në kohën para ardhes pejgamberit Allahut, çfarë kish mi bën vëllezër të ndershëm ne sikur mos kish qenë pejgamberi Allahut? Çfarë kish mi ditë ne sikur mos kish qenë pejgamberi Allahut? Para ta Ibn Qayyim ndërzizohet çka thot se njohja e pejgamberit Allahut dhe me atë që ka ardhur pejgamberi Allahut dhe besimi me ata që ka lajmëruar pejgamberi Allahut dhe zbatimi dhe praktikimi për ata që na ka informuar pejgamberi Allahut është e domosdoshme dhe është shumë e rëndësishme. E pastaj nënvizon Ibn Qayyim i thot për shkak se s'ka lumturi në dunjë dhe në ahiret, përderisa nuk merr mësime nga pejgamberi Allahut. S'ka mundësi që të dallojsh të mirën nga të keqja, mos kish qenë pejgamberi Allahut. S'ka mundësi njeriu ta kënaqë Zotin e vet, mos kish qenë në mësimet e pejgamberit Allahut. Pastaj Ibn Qayyim i tha, ajo është peshorja. Pra pejgamberi Allahut, suneti pejgamberit Allahut është peshore që njeriu i peshon fjalët e tij, veprat e tij, sjelljet e tij. Dhe tha Ibn Qayyim rahimahullah, mes pasimit të pejgamberit Allahut dhe pretendimit dallohen njerëz e mirë dhe njerëz të këqij. Pastaj tha Ibn Qayyim, vëllezër të ndershëm, se nevoja për më njohur me pejgamberin Allahut dhe me sunetin e tij, me fjalët e tij, veprat e tij dhe konfirmimet e tij është më e rëndësishme sa është i rëndësishëm shpirti për trupin apo jeta për shpirtin. Është më e rëndësishme se sa drita për syrin. Tha pastaj Ibn Qayyim i tha se zemra vdes, zemra smuat nëse nuk merr mësime nga pejgamberi Allahut dhe nuk bëhet talebe i tij. Ashtu sikur peshki kur del prej ujit dhe hedhet në fërtere, apo kur përzhitet, mirë po tha këtë nuk e ndin vetëm zemra e gjallë, nga se zemrat e vdekura apo trupat e vdekura nuk nin dhimbë. Pra këtë dhimbë kush e nin, vëllezër të ndershëm, vetëm të gjallit.